Departamenti Amerikan I Thesarit ka bërë të ditur se ka hequr nga lista e sanksioneve 4 aleatë ish presidentit e entitetit serb të Bosnjës, Milorad Dodik. Ky vendim u përshëndet nga vetë Dodik, I cili po zhvillon një fushat për të hequr sanksionet amerikane kundër tij. Dodik është sanksionuar nga SBA-ja dhe Britania për pengimin e zbatimit të marrëveshjes së Daytonit për paqe, e cila I dha fund të luftës në Bosnjë në vitet 90, si dhe nga disa vende europiane që thonë se politikat e tij separatiste rrezikojnë paqen dhe stabilitetin në Bosnjë. Dodik ju është mandati si presidenti I entitetit serb të Bosnjës nga Komisioni Qendror Zgjedhor I Bosnjës, pasi gjykata e apelit e Bosnjës mbajti në fuqi dënimin ndaj tij të shkurtit me 1 vit burgim dhe ndalim të ushtrimit të detyrës për 6 vjet. Ai u dënua për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë të Bashkësisë Ndërkombëtare në Bosnjë, I vendosur për të parandaluar kthimin e vendit në dhunë etnike. Jelena Pajić-Bestinac, Daniel Dragičević, Goran Raković dhe Diana Milanković u sankcionuan në janar për shkak se ndihmuan në organizimin e festimeve të palishme të ditës së Republikës Srpska, të cilën serbët e Bosnjës e shënuan më 9 janar. Ata sfiduan vendimin e gjykatës më të lartë të Bosnjës, e cila e ndaloi këtë festë, duke e cilësuar si antikushtetuese, si dhe paralajmërimet e vëzhguesve perëndimor të paqes. Dodik, I cili ka angazhuar disa lobistë në SBA për të ndihmuar në heqjen e sanksioneve ndaj tij, tha se këto sanksione janë të motivuara politikisht.